Akrepi është një shenjë uji, e njohur për intensitetin dhe thellësinë emocionale. Personat e lindur nën këtë shenjë zakonisht kanë këto tipare kryesore, tipare pozitive, të pasionuar dhe të përkushtuar në gjithçka që bëjnë, intuitiv dhe të aftë të kuptojnë motivet e të tjerëve, besnik dhe të qëndrueshëm në marrëdhënie. Transformues, gjithmonë duke kërkuar të përmirësojnë vetveten dhe situatat përreth, tipare negative, xheloz dhe posedues, shpesh e kanë të vështirë të lënë të lirë, sekretues dhe misterioz, mund të mbajnë brenda shumë ndjenja pa i shprehur. Ndonjëherë të fiksuar pas kontrollit dhe mbajtjes së pushtetit. Veçori të veçanta, intensiteti i tyre emocional i bën tërheqës, por edhe të vështirë për të kuptuar nga të tjerët, kanë një intuit të jashtëzakonshme dhe aftësi për të zbuluar të fshehtat, dashuria për ta është e thellë dhe transformative. Ata duan lidhje që kanë kuptim dhe që i sfidojnë të rriten. Akrepi dhe gaforja, marrëdhënie e ndjerë dhe mbrojtëse, kjo lidhje është e thellë dhe shumë emocionale. Të dyja shenjat janë uji, gjë që u mundëson të kuptojnë intuitivisht ndjenjat e njëri tjetrit. Gaforja sjell mbrojtje dhe kujdes, ndërsa akrepi sjell pasion dhe intensitet, duke krijuar një bashkëpunim të natyrshëm. Ata ndajnë besim të thellë dhe ndjenja të ndërsjella, duke e bërë marrëdhënien e tyre të qëndrueshme dhe të mbushur me ngrohtësi dhe përkujdesje. Sfida mund të vijë nga xhelozia ose mbajtja e sekretit, por nëse ata mësojnë të komunikojnë hapur, lidhja mund të jetë e përjetshme dhe e transformuese për të dy. Akrepi dhe peshqit, marrëdhënie intuitive dhe romantike, kjo është një lidhje shumë shpirtërore dhe e ndjerë. Të dy shenjat janë uji, gjë që u mundëson të lidhen në një nivel intuitiv dhe emocional. Peshqit sjellin ëndërrim, ndjeshmëri dhe romantizëm, ndërsa akrepi sjell pasion, intensitet dhe besnikëri të thellë. Ata kuptohen pa fjalë dhe ndajnë një thellësi shpirtërore që i bën të ndihen të plotësuar në praninë e njëri tjetrit, pikat e forta, besim i ndërsjellë, lidhje emocionale e thellë, mbështetje shpirtërore dhe aftësi për të kuptuar nevojat e partnerit intuitivisht. Sfida: akrepi mund të jetë shumë i kontrollueshëm ose i zënë me pasionet e tij, ndërsa peshqit mund të shpërqendrohen ose të jenë shumë të ndjeshëm ndaj tensioneve, gjë që mund të shkaktojë keqkuptime. Komunikimi i hapur dhe respekti për hapësirën emocionale të secilit janë kyçe për harmoninë. Akrepi dhe virgjëresha, marrëdhënie harmonike dhe plot respekt, kjo është një lidhje ku dy shenjat e ndryshme gjejnë ekuilibrin e tyre. Virgjëresha sjell stabilitet, qetësi dhe përkujdesje praktike, duke ofruar një bazë të sigurt për marrëdhënie. Akrepi, nga ana tjetër, sjell pasion, intensitet dhe thellësi emocionale, duke i dhënë marrëdhënies një dimension të fuqishëm shpirtëror dhe emocional. Kur të dy punojnë së bashku, mund të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe të balancuar, ku respekti dhe vlerësimi i ndërsjell janë baza, pikat e forta, stabilitet, respekt reciprok, pasion dhe përkujdesje, aftësi për të mësuar dhe rritur së bashku. Sfida: virgjëresha mund të ndjejë se akrepi është shumë i zënë me emocionet dhe pasionet e tij, ndërsa akrepi mund të ndjejë mungesë entuziazmi ose spontaniteti nga virgjëresha. Bashkëpunimi dhe mirëkuptimi i kufive të secilit janë kyçe për harmoninë. Sfida: akrepi mund të jetë shumë i kontrollueshëm ose i zënë me pasionet e tij, ndërsa peshqit mund të shpërqendrohen ose të jenë shumë të ndjeshëm ndaj tensioneve, gjë që mund të shkaktojë keqkuptime. Komunikimi i hapur dhe respekti për hapësirën emocionale të secilit janë kyçe për harmoninë. Akrepi dhe dashi, marrëdhënie dinamike dhe pasionante, por sfiduese, kjo është një lidhje plot energji dhe intensitet. Dashi sjell impulsivitet, guxim dhe drejtpërsdrejti, duke ndezur pasionin dhe entuziazmin në marrëdhënie. Akrepi, nga ana tjetër, është më i thellë, intuitiv dhe i rezervuar, duke kërkuar lidhje emocionale të thellë dhe besueshmëri. Kur këto dy energji bashkohen, marrëdhënia mund të jetë shumë e ngrohtë dhe e zjarrt, por gjithashtu mund të ketë tensione dhe sfida, sidomos kur karakteret përplasen, pikat e forta, pasion, energji, kuraj për të eksploruar marrëdhënien. Ndjenja e thellë e përkushtimit. Sfida: mosmarrëveshjet mund të jenë të zjarrta, dashi mund të duket i paduruar për akrepin, ndërsa akrepi mund të duket shumë kontrollues për dashin.
Durimi, komunikimi dhe respekti për hapësirën e secilit janë çelësi për sukses. Akrepi dhe Bricjapi, marrëdhënie stabile, por ndonjëherë e ftohtë. Kjo është një lidhje e bazuar në qëndrueshmëri dhe ambicie të përbashkët. Bricjapi është praktik, i matur dhe i fokusuar tek objektivat e tij, ndërsa akrepi sjell intensitet, pasion dhe nevojë për lidhje emocionale të thellë. Marrëdhënia mund të jetë shumë e qëndrueshme dhe e besueshme, por her pas here mund të duket e ftohtë, sidomos në fillim, sepse Bricjapi mund të jetë rezervuar dhe i ngurtë për t'u hapur emocionalisht. Pikat e forta: stabilitet, besueshmëri, ambicie të përbashkëta, aftësi për të ndërtuar një marrëdhënie afatgjatë. Sfida: akrepi kërkon më shumë intensitet dhe intimitet sesa Bricjapi është gati të japë menjëherë. Durimi dhe hapja e komunikimit janë çelësi për të arritur balancën midis pasionit dhe stabilitetit. Akrepi dhe shigjetari, marrëdhënie e gëzueshme dhe sfiduese. Kjo është një marrëdhënie plot energji, aventurë dhe mësime të reja. Shigjetari ka nevojë për liri, udhëtime dhe eksperienca të reja, ndërsa akrepi kërkon thellësi, pasion dhe përkushtim emocional. Marrëdhënia mund të jetë shumë stimuluese dhe argëtuese, por shpesh e sfiduar nga mënyrat e ndryshme të përballimit të emocioneve dhe të jetës. Pikat e forta: shumë energji, eksitim, mësim dhe rritje për të dy partnerët. Aftësi për të nxjerrë jashtë zonën e rehatisë. Sfida: shigjetari mund të duket i pakapshëm ose i shpërndar për akrepin, ndërsa akrepi mund të duket i zënë dhe kontrollues për shigjetarin. Për të gjetur balancën, është e nevojshme të respektohet nevoja e lirisë së shigjetarit, pa humbur intimitetin dhe thellësinë që kërkon akrepi. Akrepi dhe binjakët, marrëdhënie e ndërlikuar dhe sfiduese. Kjo lidhje është e mbushur me kontraste. Binjakët janë kurioz, shoqëror dhe intelektual, ndërsa akrepi kërkon thellësi emocionale, përkushtim dhe intensitet. Marrëdhënia mund të jetë stimulues dhe plot aventura mendore, por tensioni lind kur akrepi ndjen nevojën për siguri dhe afërsi, ndërsa binjakët kërkojnë liri dhe lëvizje. Pikat e forta: biseda të gjalla, stimul intelektual, mundësi për rritje personale dhe emocionale për të dy partnerët. Sfida: diferencat në mënyrën e përballimit të emocioneve dhe afërsisë mund të çojnë në keqkuptime. Akrepi duhet të mësojë të japë hapësirë, ndërsa binjakët duhet të përpiqen të tregojnë besnikëri dhe stabilitet emocional. Akrepi dhe peshorja, marrëdhënie e bukur në fillim, por e paqëndrueshme. Kjo lidhje ka një fillim magjepsës dhe tërheqës, pasi të dy partnerët ndihen të tërhequr nga energjia dhe karakteri i njëri tjetrit. Peshorja kërkon balancë, harmoni dhe një ambient pa tension, ndërsa akrepi është i pasionuar, i thellë dhe i drejtë për drejtë, duke shprehur ndjenjat dhe nevojat e tij me intensitet. Pikat e forta: tërheqja fillestare është e fortë. Ka mundësi për lidhje të thellë emocionale dhe një bashkëpunim të bukur kur të dy partnerët respektojnë ritmin dhe nevojat e njëri tjetrit. Sfida: pasioni i akrepit mund të duket i frikshëm ose i tepruar për peshoren, ndërsa nevoja e peshores për qetësi dhe ekuilibër mund të duket e ngurtë për akrepin. Ky tension mund të çojë në keqkuptime dhe paqëndrueshmëri, nëse nuk punohet mbi komunikimin dhe mirëkuptimin reciprok. Demi dhe akrepi, kjo është një lidhje ku pasioni dhe stabiliteti bashkohen. Demi i sjell marrëdhënies siguri dhe qetësi, duke krijuar një bazë të fortë për akrepin, i cili i sjell lidhjes thellësi emocionale dhe intensitet. Tërheqja fizike mes tyre është e fuqishme, ndërsa aftësia e demit për të qëndruar i durueshëm ndihmon akrepin të shprehë ndjenjat pa frikë. Sfidat kryesore vijnë nga xhelozia e akrepit dhe ngurimi i demit për të shprehur plotësisht ndjenjat e tij. Por me komunikim dhe mirëkuptim, kjo marrëdhënie mund të jetë një nga më të fuqishmet e zodiakut, një lidhje ku pasioni dhe stabiliteti ecin dorë për dorë, duke krijuar një bashkëjetesë të thellë dhe të qëndrueshme. Akrep dhe akrep, kjo është një lidhje me intensitet të jashtëzakonshëm, ku dy persona të thellë dhe emocionalisht të fuqishëm bashkohen. Të dy ndajnë pasion, përkushtim dhe intuit të fortë, duke krijuar një lidhje që mund të jetë magnetike dhe transformuese. Sfidat kryesore vijnë nga xhelozia, posedimi dhe nevoja për kontroll. Të dy kanë ego të fortë dhe mund të përfshihen në lojra të ndërlikuara emocionale.
Megjithatë, nëse arrin të komunikojnë hapur dhe të ruajnë besimin, marrëdhënia mund të jetë e thellë, e pasionuar dhe e qëndrueshme, një lidhje ku transformimi i ndërsjellë i zemrave është i garantuar. Akrepi dhe luani. Marrëdhënie intensive dhe sfiduese, kjo lidhje është e mbushur me pasion dhe emocione të forta. Luani kërkon vëmendje, adhurim dhe të ndihet i vlerësuar, ndërsa akrepi kërkon intimitet të thellë, lidhje emocionale dhe ndjenja të forta. Ky kombinim shpesh krijon tension dhe garë pushteti, ku të dy partnerët përpiqen të mbajnë kontrollin ose të jenë qendra e vëmendjes. Pikat e forta: intensiteti i marrëdhënies, pasioni i pakufizuar, kapaciteti për rritje dhe transformim të ndërsjellë dhe përjetimi i emocioneve në mënyrë të thellë. Sfida: egot e forta dhe nevoja për dominim mund të çojnë në konflikte. Akrepi duhet të mësojë të pranojë nevojën e luanit për vlerësim dhe admirim, ndërsa luani duhet të kuptojë dhe të respektojë kërkesën e akrepit për intimitet dhe thellësi. Akrepi dhe ujori, marrëdhënie eksperimentale dhe sfiduese. Kjo është një lidhje plot kontraste dhe mundësi për mësime të mëdha. Akrepi kërkon lidhje të thellë emocionale, intimitet dhe përkushtim, ndërsa ujori është i pavarur, origjinal dhe shpesh i largët emocionalisht. Këto dallime mund të sjellin tërheqje fillestare të fortë, por edhe tension të vazhdueshëm. Pikat e forta: të dy mund të mësojnë shumë nga njëri tjetri. Akrepi sjell